Jo, me dhënë drejtin jo. Ky I ka një 5-6 mijë punëtor, pagu një 3-4 milion taksa në muj, unë jam I vogël se... Ju nuk paguani taksa, shok. Taksat I paguan klienti sepse ju ja vendosin në çmim. Ja vendosni aty te fatura, I paguan klienti 1/1. Juve thjesht transportoni lek taksash nga klienti që I paguan te shteti, po nuk janë lekët tuaja ato, se nuk po I merrni nga shtëpia. Jo, janë lekë që ja u jep klienti. Prandaj ju nuk paguani taksa. E para, e dyta, pas ka 5-6 mijë punëtor zotria. Po taksiradi madhe pas ka zënë, po leti heqi, se I bie të kursej shumë nga lekët e pagave që do kursehen. Dhe e shofi pasaj. A janë ata punëtorët që e mbajnë zotrin, biznesmenin, apo është biznesmeni që mban punëtorët? Se po se erdhi biznesmeni një ditë në punë, si ndihet fare biznesit. Ama një orë mos punojnë punëtorët. I bë kyçin. Në rregull. Po ju ka pjell gjeli o shok. Pa di unë qa biznesmen është jeni ju. Biznesmen është ai që I hypin në kuris gjithë taksidarët e Republikës, lartë e poshtë e majtas e djatas, e kur vjen puna ja del. Po juve si juve do të polici rrugore si gjob. Qa biznesmen është jeni ju? Juve mall që I lëpjeni kryeministrit, e që nuk late evazion, e kontraband pa bërë, e tendera, e koncesione, le ndërtimi, PPP-ra, prona publike pa marë, e para droge pa futur në biznes. Për di unë qa biznesmen është jeni ju? Një shtet normal, me regula, me ligje, me garë të ndershme, as do isha fare duke e pare. E ju s'do ishi duke ecur në për ato tapetat e kuq. Ja u siguroj për këtë. Kush e di se ku do ishit. Rregull.